Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'du. Falenderojmë Allahun, selamet, përshëndetjet i dërguar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, nëse keni më bë pak sabër edhe durim, nëse kishit leju mi përmend edhe disa shkaqe, disa sebepe pse vjen puna deri tek shkrurizimi. Edhe shkurtimisht këtë të fund nëse më lejoni mi përmend edhe disa shkaqe sebepe qysh me ndreq lidhjen bashkërtore. Shkaqet sebepet që e ndreqin lidhjen bashkërtore. Kurse tash do t'i përmendi shkurtimisht disa shkaqe sebepe qysh vjen deri tek rreziku i prishjes bashkërtore. Pse prishet buri me gruan? Cilat janë ato faktor? Pse po vjen deri tek shkatrimi familjar? Do t'i përmendi shkurtimisht të nderuar vëllezër, Allahu ju nderoft. E para, min esbabit talak, prej shkaqeve të shkururizimit apo talakit apo divorcit, prishjes burit dhe gruas, po vjen deri tek shkatrimi familjar. E para, neglizhenca e zgjedhjes një grua të mirë apo një burr të mirë. Fillimi i martesës, hapi syt o ti i ri. Kjo zakonisht shkon për të rinjt ende që janë të martuar, që ka hyrë mosha tyre martesës. Shkaku i parë që çon njeriu deri tek shkurizimi, s'bjen nasip nusja e mirë pi fillimit. Më thon, duhet me zgjedh që e gru një burr të mirë, që ka frikën Allahut, që ka drejt Zotit, po gjithashtu edhe një burr duhet me zgjedh një grua të hajrit, rrugë Zotit që ka frikën Allahut subhanahu wa taala, që kjo është duhet me pas në kujdesi. E kur neglizhohet që kjo, pastaj fala talumanna ila nafsik. Mos janë ko kërku mos janë ko as kujt vetëm vetes tënde. Pejgamberi na ka mësu, ka thënë tunkihul mar'a li arba. Gruaja martohet për 4 gjona. E dini hadithin. Gruaja martohet për 4 gjona. Ka thënë e para bukuria e saj, e dyta pasuria, e treta çika e filonit, familja e madhe, e katërta ka thënë feja e saj. Çka ka thënë pejgamberi selam, zgjedhë fetaren. O ju djem të rinj, zgjedhni fetaren, të ribet tjedak të lumshin durt, ka thënë pejgamberi alayhi wasallam. Kur e zgjedh fetaren, një burr, një mashkull kur do të më martu, e zgjedh gruan fetare, rrugë Zotit, edhe një grua do të më martu, e zgjedh fetarin, rrugë të Allahut azza wa jall, edhe nëse kanë me pas probleme ndonjë gjatë jetës tyre, prap kanë mi rregullu sepse e kanë përpara mësimet e Allahut dhe mësimet e pejgamberit, din mi rregullu. A nëse të dytë janë xahil, çka kanë me bë? Të dytë e shkatrojnë vetet e tyre dhe e shkatrojnë kretë familjen dhe i shkatrojnë edhe fëmijët. Kjo është e para. E dyta të nderuar vëllezër, min esbabit talak, e dyta për shkaqeve që prishet vjen deri tek divorci, deri tek shkurizimi është at-tadakhul al-ailiyah, at-tadakhul al-aila aw al-aba wal-ummahat aw al-akhawat aw al-ikhwa. Kur vjen puna deri tek prishja e dy bashkëshorteve, edhe pak kanë mu prishë, s'peqojnë mirë, kanë mu nda, ma shumë që bëhet shkak edhe se për mu prish ata, është ndërhyrja e prindërve jo të mirë. Nona i thot, nëse e man ti këtë nuse, si e ti djali jem. Baba i thot, nëse e man ti këto, kjo këma disham ka bo mu, ti si e djali jem. Qotë motra në nën tjetër, qotë vlau edhe ja përzin kryt, hajde, shko si këtërës, për duhe. Ja. Këtu në këtë aspekt, në këtë problem, kur vjen puna, deri tek divorci, prisha mes burrit dhe gruas, si nona, si baba, si vllaznit, pre onës së nusës, apo pre onës së djalit dhëndrit, duhet ata mu bashku për me zgjedh problemin, jo me shkatru problemin. Jo mi thënë, nona i vajzës, hajë si që ka e me gjem burra tjera, se s'ka me të vetëm që këtë burë. Qohët ai prindi, i nusës thot, a se si ta nëzo dhëndrin. Qohët këtë knena, kupi thuti, djali tem që shtuta,
edhe hinë edhe motra edhe vlla edhe vjen deri tek shkatrimi, deri tek vllavrasja, Allahu më na ruaj. Kjo është njëra prej sebepeve të rrezikut të shkurorizimit kur ndërhyn të tjerët. Domethënë, ndërhyrja e familjes vjen shpesh herë deri tek divorci. E në këtë aspekt duhet me kallëzue, mirë kuptim, jo me fol pi hamendjes edhe epshit për dy palët familjarët, si për prindrit e djalit, si për prindrit e vajzës, apo motrat e nusës, motrat e vllaut, vllaznit e djalit, të dhëndrit, apo vllaznit e nusës duhet më ul me ndreq punë e jo me shkatru punë. Sepse gjëja më e rryer te Allahu Azza wa Jalla është shkurorizimi. Ku me bo mirë, se keq mundesh me bo sa të dush, për me bo mirë është vështirë. Kjo është e dyta. E treta, prej rreziqeve që vjen deri tek shkurorizimi, deri tek divorci, diçka është el ghadabu, nervoza e tepërt. Si të nervozohet burri, pak diçka gruaja i ka bo. Ti je në shume, unë ti s'du, kretja hubët mirat. Ose gruaja diçka pak, burri i ka bo najsen, jo bra unë sjetoj me ty, kreta të mirat ja gjon bërllog. Falni shprehje. Nervoza e tepërt, si të ona e burrit, si të ona gruas, vjen deri tek shkatrimi i familjes, duke mos i menu dhe kujtu që kanë fëmijë, kanë familje, miqësia, njerëzit. E el ghadab, nervoza pikuna vjen prej shejtanit. Që një rast, nëse boni pak sabër. Pejgamberi alayhis salam u kon me sahabët e vet në shtëpinë e vet. Me sahabë, duke ju majt ders, ligjërat, duke i këshillu. Edhe njëra prej grave të pejgamberit alayhis salam pas ka përgatit ushqim për shtëpinë e pejgamberit aty ku ishte edhe Aisha radhiyallahu anha. Njëra prej grave ka sjell ushqim për pejgamberin edhe për shokët e Muhamedit prej shtëpisë tjetër ka sjell ushqimin në shtëpinë e Resulullahut ku është Aisha radhiyallahu anha. Kur ndëgjon Aisha radhiyallahu anha xhelozon. Thot pse kush është ajo? E unë pse këtu? Unë kom me drejt me bëj ushqim pejgamberit, ushqim edhe shokëve të pejgamberit, çka ka ardha ajo tjetra pija tjeshit. Edhe kur hyn ushqimi mrena, çohet Aisha me krah, erxon ushqimin që ka përgatit bashortja tjetër e pejgamberit alayhis salam, edhe bjer ushqimi para pejgamberit, edhe para sahabëve me dionin e Aishës me krah që e prek. Pejgamberi çka bën në këtë rast? Çfarë kisha më bëu ti dhe unë në këtë rast? Ha? S'po di çka kishim bë, nuk e di, veç a kemi me pas mundësi për mu majt apo jo, nuk e di çka kishim bë grave tona. Pejgamberi diçka tha, o çu pejgamberi selam, pim ledh ato copat sendet që kanë ra, so thyena, tha, o ju sahabët e mi, o ju shokët e mi, tha, mos ja zini për të madhe Aishës se prej xhelozisë ka bë. E ka bë prej xhelozisë ajo, edhe kur gjë hiç, u krye. Njërë iku Aisha radhiyallahu anha për pejgamberit alayhis salam, iku, largue. Xhelozia e madhe. Pse pyeti pejgamberin kur doli prej shtëpisë? Shkoi te babave te Abu Bekri. Abu Bekri tha, "Çka kjo i bi, çka kjo?" Thot komik prej pejgamberit. Thot, "Hes me mu, çore prindi mirë. Çore nona e mirë." Thot, "Hes me mu." Shkojnë te pejgamberi alayhis salam. Ja Rasulullah, çka u bë? Pejgamberi thot, "Vajza Aisha po xhelozon, kështu. Çote Abu Bekri po don me hra Aisha radhiyallahu anha der pejgamberi përpara. Thot, "Mos i nguc, se kjo është gruaja eme, unë i rregulloj punët me to." Kështu të më sheni burr i suksesshëm, nëse do me pas martesë gjatë deri në vdekje. Edhe një nuse e hajrit që nuk vepron asgjë pa dionin e burrit vet. Tjetra të ndëruar vëllezër shkurtimisht, prej shkaqeve rrezikut që vjen deri tek divorci dhe shkurorizimi është dhaful iman, dobësia e imanit. Imani dopt, s'ka namaz, s'ka islam, s'ka Kur'an, as burri, as gruaja. Shejtani çka bën? Sa ka tonë mëre. Shejtani është aty dhe vjen deri tek prishja. Ky nervoz, ai nervoz, s'ka namaz, s'ka islam, edhe imani dopt, edhe u kry kjo punë. Tjetra është se prej shkaqeve që vjen deri tek divorci dhe shkurorizimi është atëre kur burri nuk e din hakin e gruas, edhe gruaja kur nuk e din hakin ndaj burrit. Ka thonë pejgamberi selam, gruaja dhe në magje me qenë, tu gatu buk, apo tu e nxon bukën, burri me thirr, në shtrat do të mu përgjigj. Këtë do të me lënë, më i përgjigj burrit vet. Se për ndryshe, nëse nuk përgjigjet,
është e mallkuar, ka thënë pejgamberi alayhis salam. Nëse burri e thret gruan e vet natën shtrat, edhe ajo nuk përgjigjet, përveç nëse ka arsyetime shëndetësore, kjo diçka tjetër është. Por nëse nuk ka arsyetime shëndetësore, burri e thret me flet, ajo nuk don, ka thënë pejgamberi selam, ajo flen do është e mallkuar për me laçë deri në sabah. Po gjithashtu dhe burri ka hak ndaj gruas. E haki burrit ndaj gruas është me respektu, me nderu, mos me keq trajtu, sepse është emanet i Allahut. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, istausu bin nisa'i khaira, silluni me ndaj grave, sepse ato i keni domethën emanet. Gjithashtu tjetra, për shkaqeve që vjen deri tek shkrurizimi dhe tek divorci, prishja e burrit dhe gruas është mungesa e komunikimit. Mungesa e komunikimit. S'din me fol, edhe s'din ndonjëherë burri me gruan mu përla. E hupin kontrollën çët e dytë. Po burri do të me ditë se gruaja është pak më poshtë, po dhe gruaja do të me ditë se burri pak është më lart. Domethënë, për shkaqeve të divorcit, shkruajzimit, domethënë nuk bëjnë tolerancë, më e toleruar pak njëri tjetrin, e dalë pi shtëpisë ndonjëherë. Mos marr deri tek shkatrimi, edhe përfundimisht të nderuar vëllezër, cilat janë shkaqet e zgjedhjes problemeve. Qysh mu rregullu, domethënë, një familje, dy bashkëshort mos marr deri tek shkatrimi, vetëm për i lexojnë nëse ma lejoni. E para është takuyetul iman, besimi i fortë. Imani nuk shon mu prish burri me gruan, namazi tyre, islami tyre, Kurani tyre. Kjo është e para. E dyta është ikhtiaru zawja apo zawj salih. Fillimisht duhet me zgjedh burri çfarë grup merr për fillimit të martesës, edhe gruaja çfarë burr për merr për fillimit të martesës. Kjo është e dyta që nuk vjen deri tek divorci. E treta është al-hiwar wa at-tafahum, dialogu dhe mirëkuptimi. Nëse vjen deri tek përlamja mes burrit dhe gruas, po duhet me pas çka? Dialog të pastër, të mirë dhe mirëkuptim. Kur e ka rënin gruaja, duhet me fol gruaja me ndëgju. Kur e ka rënin burri, duhet me ndëgju burri. Çfarë brenga ka kjo i ka ndoshta edhe të njëjtat, duhet me ndëgju burri gruan, pastaj gruaja me ndëgju burrin, mos me fol me epsh, sepse si të folin me epsh, shejtani është i treti. Tjetra është durimi dhe takvalloku, me bo sabër. Kur ndodhin problemet, me bo sabër. Edhe e fundit është me thirr njerëz për mi pajtu. Me thirr njerëz, mi ul ta dy bashkëshort, edhe qëllimi aty në dy njerëzve që ju ulin, ose një hoxh apo një antar i familjes, djalit edhe të nusës, qëllimi për mi pajtu, mi u largu ato problemet dhe cilon, edhe ato problemet edhe ato telashe që i kanë mesin e tyre. Ndoshta pak unë e zgjata, lusim Allahun subhanahu wa taala që ata të cilët janë të martuar dhe kanë fëmijë, edhe mi të martuar, lusim Allahun xhelle xhelalu që Allah ta shtoj rrezillokun mesin e bashkëshortëve ja rabbel alamin dhe mesin ton. Allahu i dhash bereqet grave tona dhe aty në burrave që kanë ato gra. Lusim Allahun subhanahu wa taala të rit ton dhe të reja ton, Allah i martoft ato me burrat të khairit dhe burrat djemt ton që janë të martuar. Lusim Allahun që të marton vetëm me domethënë me vajzat të khairit, që ato i ndihmojnë domethënë burrat e tyre në të ardhmen në dinin Allahut subhanahu wa taala. Nëse e kom zgjat shumë, ma boni halal dhe kom pas për qëllim domethënë për me përfundu këtë hutbe, domethënë ku i shtjellum së bashku disa probleme të lasha që e ka kapluar këtë ummet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që çdo dytën, tretën ditë ndëgjon shkorurizim, u prish filoni me filonën apo filonja me filonin, e fëmijat po jesin shumë keq, ose fëmijët po shkojnë domethënë pimer përsipër pasaj shteti, edhe çfarë përgjegjësi nesër kemi ia dhënë Allahut subhanahu wa taala për çata fëmijë. Kemi bo fëmijë, pastaj kush ka mikshur ato fëmijë? Qysh do të dalim nesër para madhnisë Allahut, kur Allahu ka më na pyet fillimisht burrin për gruan, e gruan për burrin, pastaj edhe për fëmijë, pastaj edhe për familjarë dhe kështu të me radhë. Lusim Allahun subhanahu wa taala, Allahu më na fal neve dhe juve, dhe një kërkojnë ndjers për zgjatjen e hutbes. Lusim Allahun subhanahu wa taala, as sa frymorë keni marrë në xhamin këtë ditë xumë. Lusim Allahun subhanahu wa taala, pas që falet namazi xumos, Allahu më na fal mëkatet edhe më na shkëj gjunat ya rabbel alamin. Allahumma ansur al muslimin fi kulli makan. Allahumma izz al islam wal muslimin wa dhill al shirka wal mushrikin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, rabbana ighfir lana wa liwalidina wa للمؤمنين يوم يقوم الحساب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.